Të ngjatjeta, ky është sezoni 3 i podcastit Suzan, cilin po ja nisim me një edicion tepër të veçantë, dedikum grave të reja nga Kosova dhe rajoni që bujnë art dhe kulturë. Jo mona Arlinda, këtu në Tiranën e nxehtë, po tepër të bukur me plot ngjyra, me një ekstra moderatore, pikërisht nga ky qytet dhe pikërisht shoqen teme, Lura e Lezin, si dhe tëftuarën tonë të cilin mezi e kom prit me taku edhe me pas në muhabet tonë këto, e ajo është Rosela Pelliciotti. E na shihemi për te për pak, e ju mos harroni me na bu subscribe, like, follow, love, qa doni. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall i rrit, ke lindë në Kosovë, ke studiu në New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan. E tash, me që jemi ku jemi edhe jemi si jemi, për shëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në podcastin Suzan. Kjo është pjesa e 4 epizodave shumë të veçanta që përfshin bashkëpunimin me Tiranën edhe qendrën Lara. Projekt i përkrohur nga organizata Riko me ndihmën e qeverisë federale gjermane. Shtator Arlinda po ndihet si gusht, si ato parashikimet e motit që thonë 29 gradë, po ndihet si 34 gradë. Kur më dërgove ti mesazh po sa hyna në Tiranë, në nazën e bukur që e keni bo që po mërim tepër ma shpejt, ma dërgove një mesazh the, zemër, ja këtë lokacion dhe eja me vetur, sepse këtu është bërë nën tokë. O, që shumë ka pëlqy tepër shumë, se ti e pote për vap, unë e mora që jemi kogja underground na Prishtinë, edhe vap edhe underground. Të bashkë. Tashi, po kështu above ground, bitok, që të bësh, ku të e kalosh këto ditë? Këto ditë do të mundona mi kalu edhe në Malzi, pse jo? Okej. Prishtinë, Tiranë, Malzi. Aq. Super. Shumë mirë, më pëlqen. Vazhdojmë plazhën. Tashi kemi që në fillim që kemi folur para një 7-8 muaj që po më thonë dua të vi për një edicion në Tiranë, emri i parë është Rosela Pelliciotti. Nga shoqe, kemi punuar bashkë të gjitha. Është ndoshta, nuk di të ketë të tjera, por ndoshta është performuesja e vetme në llojin e saj në Tiranë, do thoya mbas edhe në Prishtinë, nuk e di. Është pjesë e një kolektivi shumë simpatik që quhet Vast Light kolektiv, që unë i dua shumë të gjithë, po të tjerët janë çuna të gjithë, më prapë dua shumë. Dhe kisha shumë qef në fakt t'ja nxirra në pa gjithë krijimin e Vast Light kolektiv dhe Rosela, krijimin e Roselës, njëherë të gjitha. Kështu që do me thënë pyetja kryesore për mua shumë ta kam bërë në nivel personal, por duhet ta bëj edhe këtu është se ti je gjysmë shqiptare, gjysmë italiane. Ke jetuar edhe në Itali dhe këtu, domethënë. A ishte rastësor apo ishte me qef që vendose të rrish dhe ndërtosh karrierën këtu? E pikë së pari, faleminderit që më keni futur këtu në mes dhe t'ju ndjek majtas djatës. Apo të pëlqen që nuk të prezentua mirë dita mirë se keni ardhur nga po. Nuk jam e vetmja, shpresoj mos t'jemi vetmja, nuk duhet t'jemi vetmja, ka edhe artistet të tjera që merren, janë brenda kësaj fushë dhe punon në këtë fushë. Ndoshta dedikimi im ka qenë shumë më total dhe ndoshta prandaj është krijuar kjo përshtypje që jam e vetmja, por nuk jam e vetmja, ka edhe të tjera vajza si unë që kërcejnë, performojnë, aktrojnë, kështu që po të ky informacioni si Vast Light kolektiv. Te ky informacion? Po. Kjo është e vërtetë. Për sa i përket pyetjes, ishte rastësore, në vërtetë. Ishte një zgjedhje familjare. Kthyer nga Italia në Shqipëri, guruni isha nuk e mbaj mend tani se kemi bërë dhe vajtje ardhe disa herë edhe kam qenë në gjimnaz, kam qenë adoleshente, por jemi kthyer për herë të fundit në Shqipëri.
Kështu që zgjedhja nuk është se ka qenë e imja personale e vendosjes në Shqipëri. Pastaj sigurisht duke u futur në shoqëri, duke u futur në komunitet, në shkollë, pastaj në universitet. Domethënë janë gjitha hallka që të lidhen shumë me vendin ku jeton dhe mund të jetë zgjedhje fakti që janë akoma këtu. Por se si përfundova këtu, ajo nuk ishte zgjedhje ime. Para se me hy me fol tash për pjesën profesionale, po du pak me t'tregu për lagjen ku je rit, ose mahallën, që i thojmë na, edhe qysh është qaj impakti i mahallës që t'ka shty ty me zgjedh që t'art të bukur, si profesion. Kam. Kam jetuar në shumë mahalla. Kështu që nuk e di cilin të zgjedh. Në Itali, mosha që kam kaluar në Itali ka qenë, si ta them, më ka formuar shumë, edhe pse ka qenë periudhë jo shumë e gjatë, më ka formuar shumë se ka qenë një moshë që isha 6 vjeç, 7 vjeç, dhe kam kujtimet e fëmijërisë në Itali shumë të gjalla edhe sot. Dhe janë kujtime loje. Janë kujtime loje. Jetoja në San Benedetto del Tronto, është një vend turistik në plazh, me palma, ka palma gjithande, dhe kishte lodra gjithande, lodra për kalamaj, në qendër, në lagje, gjithande. Dhe unë shkoja ditë për ditë al parketo, duhet shkoja të lozja, çdo ditë. Pastaj kur erdha këtu në Shqipëri, ndryshoi totalisht sepse edhe kultura është ndryshe. Atje për shembull nuk ekzistonte ajo hajde dalim poshtë rrugat, lozim me top. Po. Nuk ekziston pa. Hajde shkojmë te palma. Kurse këtu u futa në këtë lloj loje tjetër, që ishte lojë duket si më agresive, pretendo. Është pak më primitive dhe ka një agresivitet në vetvete si lojë dhe si kontekst ku luhet. Do ndalonim lojën se po kalon makina, pastaj rifillonim lojën. Domethënë sakt, po hub vibe. Po, vërtet. Dhe në lidhje me kërcimin, ajo nuk është se, të them vërtetën, akoma nuk ishte diçka që e mendoja. Më ka hyrë më vonë, më ka hyrë në adoleshencë. Po lidhet me ju thatë fëminia ime ka qenë lojë. Po. Ti tani? Po. Edhe tani. Është këtu një fakt që më pëlqen shumë, thotë që është adulti kreativ, pra i rrituri kreativ, është ai që nuk u rrit kurrë, që s'ndalin lojë kurrë. Kështu që kjo është domethënë po të gjithë po i takojmë, po duhet krejnë për shtatët. Ato mendojnë që në për shtatët, prandaj jemi këtu. Edhe stafit realizues, edhe këtyne të agime. Lots of Peter Pan. Edhe sa Peter Pan do thuash ti që është vazblajt kolektiv. Edhe shumë Peter Pan të tjerë. Domethënë ma tha një çik edhe një herë si lindi. Po, patjetër, vazblajt. E di un pak histori, po do ta dëgjoj prapë si lindi, roli thelbësor aty. Çka është vazblajt? Po, ta nisim Bar nga e para kronologjikisht. Po. Vazblajt lindi gjatë pandemisë, kur Gentian Doda, koreografi edhe ai që pati iniciativën themeluesi i Vazblajt, erdhi nga Gjermania, sepse ai ishte i bazuar në Gjermani dhe tani shkon dhe bjen. Erdhi në Tiranë gjatë pandemisë, pasi i ishte ofruar atëherë roli drejtuesi baletit në teatrin e operës. Pavarësisht se më pas nuk u finalizua ajo gjë. Por gjatë asaj periudhe na njohu merë, më njohu mua, më njohu Fioraldin, që është pjesë e kolektivit. Elton Cefën e njihte gja, e kishte mik fëmijërie që nga shkolla e baletit dhe ishte ai që e krijoi lidhjen mes Gentit edhe nesh. Dhe kështu që ishin 4 veta që ishte pandemia, nuk kishte asnjë punë në plan, sepse çdo gjë ishte ndaluar. Dhe ishin 4 veta që u fullën në sallë. Në hajde një lozë.
E në cilin qytet në Gjermani? Në Jo, Tiranë. Erdhi në Tiranë. Po. Erdhi nga Gjermania në Tiranë dhe prandaj emri Vasvllajt në gjermanishtja që është lidhet me konceptin e kolektivit të çfarë mbetet. Çfarë mbetet? What's Çfarë left? mbetet pas një shfaqje, çfarë mbetet pas një bisede, çfarë mbetet. Dhe kështu lindi, lindi kështu fiks si lojë, pa pasur një plan konkret, pa imagjinuar se cilët do ishin hapat e tjerë, por u dashuruam të gjithë me njëri tjetrin edhe me punën, edhe ja ku jemi edhe sot pas 4 vitesh, që duken si më shumë, sepse ka qenë periudhë shumë intense, me krijime, kërcimi, pra shfaqje, performanca, me krijime filmike, me krijime më instalative, më eksperimentale. Domethënë jemi futur në shumë fusha të ndryshme, gjithmonë duke pasur pra trupin si medium kryesor. Lux. Ja ku jemi. Lux i vërtet. Lux qysh është me jetu në këtë lux, me punu për mu dasht të gjithë së bashku. Ti ashtu the? Ti shte? Kjo është më bukur. Dhe në fakt, se më the për rolin, aty kemi të gjithë, secili ka rolin e vet, dhe të gjithë jemi bashkë sepse duam të jemi bashkë. Është shumë e thjeshtë, secili të vazhdoj karrierën e vet, Genti e ka ndërkombëtare, e ka të siguruar, Fioraldi mund të bëj diçka tjetër këtu, apo jashtë, nuk e di. Unë mund të gjej një karrierë tjetër. Nuk ka lidhje, por kjo dashuria që mahalla. Ju po ktheheni në mahallë. E keni një moment, duni më kthini në mahallën e juaj. Jemi bërë familje. Jemi bërë familje se kemi 4 gati 5 vjet që jemi çdo ditë. Unë do kisha shumë qejf të shikoj një herë Arlinda, se unë kur i kam takuar për të parë pra në 3 vjetësh, që thotë kjo ne u dashurova me një tjetër dhe unë dashurova direkt. Dhe unë u dashurova. Dashurinë. Do me thënë dhe tani shumë rralli mungoj një shfaqje dhe qysh muj me po për shembull një shfaqje tani për mund tash për ose qysh është agenda ose qysh e keni të menduar se kjo po duket si një label kogja si privat, si intim. Qashtu po m'len me kuptu. Sepse unë në Prishtinë nuk e kam marrë për asnjë njoftim për një shfaqje të tillë që muj me shku dhe me përcjell. E tash kur ti po fol, po m'duket shumë tempting, që thojnë miqtan ndërkombëtar, po edhe kisha pas qeveq me ditë, qysh me pas qasje. Në radhë parë mirë në rrjetet sociale edhe në website-in zyrtar, patjetër që gjehen aty gjitha informacionet. Përsa i përket repertuar, kemi repertorin perfekt. Të listuar aty, është gentiandoda.com dhe aty gjehet Vasvllajt Collective si kategori. Edhe luni për shembull në çfarë hapësina se po kam qenë. Edhe këtu kanë luajt. Kemi qenë nga opera e deri te Kalaja e Rozafës me ekranin e artit, tu te Agimi, te Teatri Metropol, eksperimental. E Prishtinë çysh më juftu? Në Prishtinë Keni performuar me Vasvllajt në Prishtinë apo? Po, pra Maja më të thot. Kemi performuar një herë apo 2 herë? Më duket se vetëm një herë ka qenë me Vasvllajt që kemi performuar te Teatri Kombëtar. Po. Super. Por në atë rast nuk e di ku qëndronte aty problematika, nuk është se pati shumë publik. Ndoshta komunikimi nuk është si edhe ishte duke rënë shumë shi atë ditë, nuk e di, ndoshta ka qenë sa faktor. Tash mujmë edhe me komuniku bashk, se po du gjithçysh me qenë pjesë e të dashuruarve. Vasvllajt Collective në Instagram. Direkt. E tash masi ishim të folë për Kosovë, Prishtinën, Tiranën, Kosovën, Shqipërinë, në rajonin. Qysh e zhvillimin e këtij dansi modern, mund ta quaj, në bashkohor në rajonin tonë, qysh edhe sa është i përhapun, sa është i akseptuar,
ose çka mujmë me po që mu zgjanu nështa, se unë pak ma herët t'i bona plot disa pyetje, masi të nxona, që e bombardova me pyetje që mu informu, po tash më të pyes kështu në mënyrë ma gjenerale. Është pyetje komplekse, nuk përgjigjet kështu me 2 minuta përgjigje, se futen shumë faktorë në mes. Futet që nga faktori edukimit, edukimit artistik dhe edukimit më përgjithshëm. Futen faktor buxhetor, shtetëror, institucional, që kanë peshën e tyre, ndërsa faktorin e publikut unë do ta shihja si më pak problematiku. Për shembull, ne me eksperiencën tonë në Tiranë nuk kemi vuajtur për publik. Ideja është që publiku është i jetur. Ndonjëherë ne artistët ne artistët, institucionet, ndonjëherë e paragjykojnë publikun. Pa themi se publiku këtë do, se publiku kështu, publiku ashtu, me lloj-lloj epitetesh. Shumë e keq. keq. Që unë nuk jam fare dakord. Publiku është i jetur për të parë bukur, vlera, për të emocionuar, për të përftuar diçka, për të mbetur me diçka. Kështu që publiku, do thoja unë, nuk është problematik. Sigurisht duhet punuar që edhe të kultivohet edhe më shumë. Se unë tani fola për Tiranën, po qytetet e tjera janë më dobët nga pjesë. E për shembull Prishtina, Tirana, kështu një Unë besoj se Prishtina, Tirana pak a shumë aty janë. Por nga ana e dancit, Kosova është pak mbrapa. E aq djeni sa kam unë, se unë nuk jam e futur tërsisht. Sepse dhe nuk ka shkollë baleti. Eksakt, se këtu doja të dilja, sepse shkollë baleti nuk ka. Ne kishim student që vinin nga Kosova, ku në Tiranë për të studiuar me ne në Universitetin e Arteve, për koreografi. Me sa di unë, po bën sa përpjekje për të hapur një deg koreografi në Kosovë. Me sa di unë, nuk jam updateuar më, nuk jam përditësuar, po dëgjova një periudhë që ka disa përpjekje për të hapur një deg në Kosovë. Kur thua deg, thua vetëm deg universitare, se sa di unë në Prishtinë nuk ka as për nivelet e ulta, siç kemi ne në shkollë baleti që klasë parë. Më duket se bëhet në shkollën e muzikës. Qysh inkorporohet shpi dansin film. Super film kanë bërë. Se më dole të filmi Erlinda. Dhe e lidhë dhe me shpjegimin e Vaz Blajt kolektiv që thot Roselja që të lë me diçka. Një ndër momentet që u kam dalë më emocionuar është kur kam parë filmin e Vaz Blajt kolektiv që quhet 303. Roselja ka pas një rol shumë të epizor, të gjithë Vaz Blajt ishte shumë të senos, është bërë në Spaç, në burgun më të tmerrshëm të Shqipërisë për Tiranë shkuar. Dhe mua më ngeli shumë mendja dhe dola dhe i kapa i shtrydha të katërt si gjeta jashtë, ishte një premier fantastike me shumë njerëz që kanë në këmbë për ta parë. Dhe thash do ta shpërndani këtë film patjetër, sepse ishte një film pa fjalë. Muzikë ka pas apo jo, se s'pun kujtohet. Jo, kam pasur sound, por jo muzikë. Muzikë s'ka pas, pa as fjalë as muzikë, vetëm sound dhe performancë në ambientet e burgut. Do ta shikosh patjetër dhe pyetja e ngelet, a keni qejf të vazhdoni të zgjeroni më shumë në filma? Dhe si po hecën shpërndarja e 303-shit në për festivale ndërkombëtare? Po, 303-shi është më fal. Kjo është bën në cilin vet? 2024? 2024. Okej. Në fund të vitit. Sa performer keni qenë? Kemi qenë 4. Kemi qenë 4. Fioraldi Eltoni, ka qenë Francisco Lorenzo, që është një tjetër pjesëtar i kolektivit, ai jeton në Spanjë. Sepse ne në bazë projektit ftojmë edhe njerëz të tjerë, nuk jemi vetëm ne që jemi këtu. Në bazë të matësisë së projektit kemi bashkëpunëtor dhe jemi ekip ndërkombëtar, në fakt nuk kemi ekip shqiptar. Prandaj jemi edhe të shpërndar pak nëpër Europë. 303 ka qenë i shkruar dhe i drejtuar nga Gentiani, i bashkëdrejtuar me Lorin Terezin. Ishte një kombinim shumë interesant. Unë besoj se edhe ata të dy kanë eksperimentuar shumë, sepse ishte një format vërtet, siç tha Lura, pa fjalë, por nuk mund ta quaj as kërcim, sepse nuk është se nuk ishte kërcim, ne nuk kërcenim, është gjuha e trupit, janë gjeste,
Jam gjeste. E shpreh ato që ndodh atje me trup, shtëpën parë se dhimbja është buron nga I vend është. Po, që të deshta me dalë që ndjeshmëria e objektit ku keni qenë. Po. A ka ndikun që atë... Po. Ishte ambienti vetë të fuste në një lloj gjendje që ti s'mund të ishe ndryshe. Duhet pastaj ato muret e harruara nga koha, se çdo gjë e harruar nga koha aty është rënoj, në fakt. Tashmë aty është rënoj. Por ne pikërisht sepse ishte ashtu, deshëm ta xhironim aty sepse kishte edhe disa pjesë të murit që dukej nga lagështira sikur ishte dukej si pikturë, dukej ai si muri scenografi. ato desha të vësh vizualisht në keni sa I bukur është. Edhe është lagështira dhe vujtja. Është pa manipuluar absolutisht. Unë si një fanse, ama tashmë të qartë sa fanse jam. E di pak problematikat pse një formacion si Vazblajt kolektiv nuk mund të jetë tërkohës aktiv. Dhe ma mërmendja që kryesisht barrierat ndoshta janë financiare, mendoj unë, sepse mendoj që një formacion si Vazblajt kolektiv përgjithsisht mbështetet nga struktura shtetërore ose perëndimore, siç është Komuniteti Evropian apo Amerikanët, etj. A keni arritur ende të deportoni dhe në financime private, si për shembull X birra apo X pije nuk e ka problem fare të financojë një koncert apo festivale që merrem unë, po ndërkohë një performancë e juaj që është shumë më shumë breslens se ndoshta se një koncert apo. Keni deportuar apo jemi ende tek financimet nga shteti? Jo, jemi akoma tek financimet projekt pas projekti. Prandaj edhe kur më pyeti Arlinda që parë që a keni një agjendë, një kalendar, u gjenda të vështirësi. Do thëja jo, nuk e kemi agjendën, sepse është shumë e vështirë të planifikosh kur nuk ke një buxhet vjetor, një sado minimal, po a mirë tjetë maksimal, po të kesh një buxhet të siguruar çdo vit, mbi të cilin të bazohesh, të arrish të krijosh një plan sado që tjetë një sketch, një skic plani, jo një plan përfundimtar, ajo ndihmon shumë për vazhdimsinë. Dhe pastaj mund të gjejnë dhe sponsorizime të tjera ekstra. Sponsorizime private deri tani nuk është se kemi pasur, kam përshtypjen se nuk është në mentalitetin shqiptar që këto kompani të sponsorizojnë evente. Jo evente, se mos t'i quajmë evente, këto janë krijime artistike që ngelen. Eventi është gjë tjetër, koncepti I eventit. Eventi mbledh më shumë njerëz, bën më shumë zhurmë, ndoshta në një pikpamje sipërfaqësore. Kurse kjo gjë që bëjmë ne është pak më kërkon më shumë veti. Kërkon pak veti. Dhe do që ti mbaj shtetin në fakt si thotë Rosela me një buxhet vjetor ose me një plan 3 vjeçar, për shembull, këto ta kenë ta siguruar për 3 vjet të ardhshme që Ministria e Kulturës do na japi kaq mbështetje, ne vetëm buxhet, po dhe struktura me të japi sallën. Po, edhe salla është problematik tjetër. Nuk jemi në atë ditë edhe unë mendoj që edhe në Kosovë ashtu është. Sloveni që nuk jemi shumë larg, Slovenin e fusim herë në Ballkan, herë jo. Po në Sloveni është një koreograf I njohur sloven që ka disa vite, ka një 15 vjet, mos ne më shumë, që bashkia I ka dhënë një teatr ta menaxhoj ai bashkë me kompaninë e vet dhe janë kompani rezidente me financim vjetor nga bashkia. Kështu që ekziston. Patjetër. Nuk është se po ndërrojmë. Jo, ashtu është. Vërtet janë mënyra që kërkohet vetësim, më shumë. Po, eksakt. Edhe këne edhe anë kufinet. Në shumë vende perëndimore mirë pak, vjetore vetëm që ti të krijosh. Po këtu pastaj futet ligji për artin, futet ligji për sponsorizimet, që ka shumë vite që flitet. O të paktën ne flasim ndërmjet njëri tjetrit, por akoma nuk ashtu ndodh. Cila është një këngë që e ki on repeat kohë pas kohe? Për e ndëgjoj. Jo se është lura këtu, jo se është lura këtu dhe jo se e njohim e kemi mik, por shpatin e dëgjoj her pas here, shpatdetën, ashtu jemi njohur. Po, e cila këngë a të gjitha? Të gjitha, herë një, herë tjetrën, po, nuk është se kam një. A ke performu? Se aty jemi njohur. Tash po më kujtohet më erdhë kështu si ëndër, se bash edhe ëndër ka qenë që ajo performancë. Wow, bravo shpoti. Oh
Vorrei un tapull'dore levatoi Fantazoi Je bashkë me mua për qafoj Është ndoshta pyetje kështu pak klishe, po tepër që kom qef me ditë, a kina një mesazh ose ndonjë këshill, jo për veten tonë të vogël, po për vajzat e vogla, vajzat e reja që aspirojnë karrierë të tillë pak ma komplekse mrena venit ose edhe në arenën ndërkombëtare? Këshill. Unë di çfarë ka funksionuar për mua. Këmbgulja dhe persistenca në këtë gjë që bëj, puna, studimi, që gjithë kohës, njeriu gjithmonë mëson, gjithmonë studion gjatë gjithë kohës, asnjëherë s'mund të themi që i di të gjitha. Asnjëherë nuk i dim gjitha. Kështu që mesazhi do ishte që ky kërkim mos të ndaloj asnjëherë, të vazhdoj kërkimi edhe këmbgulja gjatë gjithë kohës, edhe nëse duket sikur nuk po ecën, apo ka ndonjë disfat, apo çfarë është disfata, fundjo? Pas asaj disfate futi ngranazhet në punë dhe ec prapë. Besoj se kjo është ajo që të çon. Shumë faleminderit Rosela. Dhe me shumë keqardhje erdhi fundi. Podcastin Suzan e gjeni në televizionin të 7 në Kosovë, në të gjitha rrjetet sociale, streaming në Facebook edhe në Amazon Prime. Rosela, shihemi në teatr. Hajdeni. Hajde edhe tërë. Patjetër. Faleminderit shumë. Këto epizodet podcastit Suzan i kemi xhiruar në qendrën e artit Agime, një qendër simpatike e artit që i shërben Tiranës, Kosovës, rajonit, krejt kush ka qef me shpreh kreativitet, e Lura, bile ka bu parti edhe koncerte këto, po munën edhe jo, edhe me vizitu, edhe me lyp me bo ekspozita. Prej neve, kjo ishte krejt, e na shihemi javën e ardhshme, edhe mos harroni të na lexoni në Substack që mu pëlqen shumë, edhe shihemi në episodin e radhës. Ky ishte epizodi podcastit Suzan, i prodhuar bashkë me organizatën Lara Lara, i dedikum grave të reja nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni, përkrahur nga Fondi Kulturor i Rinisë së Ballkanit Perëndimor i organizatës Rajko, me ndihmën e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë. Shihemi në episodin e ardhshëm.